figurave të televizionit, është magjia e radios që jep këtë lidhje. Entuziazmi sa herë hyn në studio, ma përshkruaj. Thënë çdo kufi, realizon edhe të pamundshmen. Kur kemi hy, ka pas raste kur ta tregoj një rast, ka qenë një vajzë na hoqëm dorë prej radarit human me ndihmu. U mërzitëm shumë e humbjen e Oltit, që e kishim, Olti është shpirti i radarit që e rriti këtë program, ishte rasti i parë që e kemi ndihmu. Edhe vjen një vajzë me vllaun e vet, motër e vlla, vinë zyre dhe thonë, neve na duhet ndihma jote. Isha në live në emision, gjatë pauzës. Nona po na vdes. Edhe mbeta unë, se je në një risk rësull që nuk e din, a është e gatshme audienca me munduat mëngjes me lajme jo të mira, se njerëz zakonisht e lëshojnë radion mëngjes me fillu ditë mbar. Në anën tjetër, a i thuhet dikuj që thot shpresa e vetme për ne jeti, jo s'mundem asgjë me bo për ty. Risku është i madhe dhe unë e kom zgjedh gjithmonë zemrin, shpirtin. E kom ka përdore atë vajzë dhe i kom thonë ti dush me hi me mu në studio, se nuk di që shdal prap para dëgjusve me kërku. Shuma ka qenë e madhe, se kemi dita mundemi me mbri, në fakt, kurs kemi besu që i mbrim shumat që kemi dalë. Ne veç kemi hyë dhe kemi kërku ndihmën e njerëzve që për fat mirë ende ekzistojnë edhe ka shumë njerëz të mirë jashtë. Edhe i mblodhëm, pra çdo shumë që është kërku, çdo rast që ka pas nevojë, në këtë radar është mbyll shkaku i njerëzve të mirë që jashtë jenë pafund. Dhe kur të humb shpresa që këta nuk ekzistojnë më këta njerëz, unë shpesh thëm, kthejeni në radar. Ju keni me fillu me besu se njerëz të mirë ka hala jashtë dhe nuk janë pak, janë shumë. Janë shumë. Nuk janë shumë ta intervistat ku merë pjesë, po para 4 vjetësh në një intervist, po ta kujtoj, ke thonë, unë kam vendos një rrugë, mu të regu para se cilit dëgjus e dita që është për një me. Po. Më thonë, ndoshta ka qenë sfidë sepse jo të gjithë munden me pranu një njeri që është herë si e trend, herë shumë e ndishme, mu më kanë pranu shumë mirë. Ta një pyetja ime është kjo. Cilat janë ato momentet kur ti je ka në trend në radar? Ose cilat janë momentet